dhe formimit të tyre. Unë mendoj që na kemi tregu edhe konstruktivitet, edhe gatishmëri për bashkëpunim. Ajo që tha Arbri absolutisht qëndron, përveç se me i ftu për bashkëpunim, me i ftu në takime, me bo oferta për me qeveris, nuk mundet me po diçka tjetër televizjave të vendosje. Unë veç po du me risjell në mendje edhe një situatë të cilën e ka sqaruar shumë mirë zotri Konjufca në një prej prononcimeve të tij kur ai flet për negociatat e vitit 2020 me LDK-n, kur edhe shpjegon qartë se sa sfiduese ka qenë me u bë ato negociata për shkak të insistimit të LDK-s atë kohë që me fol për presidentin e pastaj për kryeparlamentarin. Na e kemi bërë të qartë prej fillimit që ne mund të ulim dhe të flasim për çështjen e konstituimit të kuvendit me të gjitha partitë politike dhe ju kemi dërguar ftesë të gjitha partive politike. Për bashkëpunim i kemi dërguar ftesë LDK-s, i kemi dërguar ftesë edhe nismës. Ajo çka është e qartë është që na kemi pas gatishmëri për bashkëpunim, por përgjigjja që e kemi marrë mendoj që e jep përgjigje në pyetjen tënde. Stabilitet institucional ka kur është vetëvendosja e fortë. Kjo është përgjigja. Ama vetëm vetëvendosje? Kur është vetëvendosja e fortë? Pa partner? Asnjëherë se sistemi është i bërë për të bashkëpunuar zënari jeta. Absolutisht, dhe ne kemi treguar që kemi gatishmëri, por ata nuk po duan. Janë të lidhur rreth inateve të tyre në raport me vetëvendosjen. Na kemi dhënë, ne kemi dhënë mesazh për bashkëpunim, kemi bërë ftesë për bashkëpunim. Ata nuk dojnë. Në anën tjetër kur vetëvendosja që të mos bashkëpunoj me ju. Kur vetëvendosja ka qenë, unë nuk mendoj. Ju a dini akuzat që i ka pas PDK-ja me LDK-n me njëna tjetrën. A i dini, i dim gjithë. Të gjithë i dim akuzat. Edhe ata gjetën gjuhë bashkëpunimi. E me neve s'po gjenë gjuhë bashkëpunimi, ja? Me neve nuk po gjenë. Bashkëpunimi nuk është mi majtë këtë senet për vete. E në kozu që kanë vronë njëni tjetërin për leve dhe punë mos vëna i gore. Pa mos vëna i gore ata e në kozu njëni tjetërin që kanë vronë njëni tjetërin. E na e pas këm shkarkua, kanë vronë njëni tjetërin. Pas kini dosh që a i kini ofru ju konkret. Ata i kanë vronë njëni tjetërin pushtet. Që koalicioni për shëpërzon më mund pushtet. Ju s'po japi pushtet. Edhe kanë bashkëpunuar, kanë gjetë president, kanë gjetë qeveri. Ju kanë shumë Mara kemi prish pazare, që to është problemi. Ju e dini shumë mirë si ministri atje u shkarku. Ata kanë zgjedhë president, kanë do bordë. Një farë ministri, ajo tylla në dëke zoti i Rigja, u konë atë. O, nuk për e mohoj, për zoti Riveliu. Po, a ka qenë një prishtylla? Sot me o shkarku juve... Mirë, a ka qenë një prishtylla? Që koalicion, faqë. A është një prishtylla? Po, a është një prishtylla? A që do një indiferent? A është Glau Konjufca një prishtylla? Shkarkojke edhe prapë shkëshin koalicion. Jo bak, veç një element, a është Glau Konjufca një prishtylla? Apo pajtohëm? A u tërheq për kjo parlamentarit të u bu minister? A u tërheq, Glau Konjufca? A është një prishtyllave? Po a u tërheq për kjo parlamentarit të u bu? Po ju të shkarku? Po parimin të cilin e kemi pas gjithmonë ne. Parimin që e kemi pas gjithmonë ne. Ka qenë i qatë. Edhe në 2020-ën, edhe në tani, na kemi thonë duhet me undo konstituimi i kuvendit prej qeverisë. Ne mund të flasim për ekzekutiv. LDK-ja ka pas njëjtën qasje edhe atëherë, edhe të njëjtën qasje e ka pas, si duket tashmë një qasje komplet.